Kampionati kombëtar individual dimëror i atletikës është aktiviteti i parë që çeli vitin 2026. Ai u zhvillua në Elbasan Arena, ku konkuruan 14 ekipe me 150 atlet, ashtu si edhe në garat e mëparshme. Ekipi vllaznis drejtuar nga kryetrajneri Albert Marashi dhe kolegët Bruno Rotani, Dorian Tafa dhe Jetmir Jahaj dominoi duke spikatur si ekipi më i mirë i kampionatit. Figurën më të mirë sportive jo vetëm nga vllaznia, por në shkallë kombëtare e bëri atleti Franco Burraj, pavarësisht kushteve atmosferike me reshje shiu dhe erë. Burraj arriti të shpallet si vendi të parë në garën e vrapimit prej 400 metra, duke u shpallur dhe sportisti më i mirë i kampionatit. Nga rallët e vllaznisë, në garat e tjera kampion u shpallën Durian Idrizaj që zuri vendin e parë në vrapim 60 metër me pengesa, i ndjekur nga Ergi Dallnezi që u rendit në vend të dytë. Gara vrapimit të 60 metrave por të lirë dhe pa pengesa shpalli kampion Leandro Çardakun. Në 800 metra protagonistë ishin dy atletë, Sidrit Kopliku dhe Elsar Balaj. I pari u shpall kampion, ndërsa Balaj donse në moshë të re u rendit i dyti. Atletët shkodran ishin protagonist kryesor edhe në garat e kërcimeve. Në kërcim së gjati figurën më të mirë sportive e bëri Muhamet Çangeli që u shpall kampion, ndjekur nga Endri Rakaj dhe Mario Cepi të renditur në vend të dytë dhe të tretë. Në kërcimin trehapësh, Kolin Dokiri u shpall kampion, ndërsa Muhamet Çangeli dhe Mario Cepi në vend të dytë dhe të tretë. Në kërcim së larti, Gleni Saxhiaj u rendit i pari, për të vijuar me të njëjtin sukses edhe në konkurimin për femra, ku Erisa Rasa dhe Elois Heta ngjitën në podiumin e fituesve. Rasa rëmbet dy vendet para duke u shpallur kampion kërcim së gjati dhe trehapësh, ndërsa Heta, një atlet e re dhe me perspektivë, u rendit në vend të dytë në kërcimin trehapësh. Kampionati kombëtar individual dimëror ishte një test kryesor duke shërbyer dhe si kualifikuese për kampionatin ballkanik të sallave të mbyllura që do të mbahet në Beograd të Serbisë me 23 shkurt. Përcaktohet dhe ekipi kombëtar që do shkojnë në kampionatin ballkanik në Beograd. Sidomos i herë këtë vit kena një vit shumë gjeshur në kalendarik, ku vazhdoj me kampionatin ballkanik, kampionatin botëror që do zhvillohet në Poloni, ku pjesëmarrës do jetë Franco Burraj. Po ashtu kemi lojrat europiane që do zhvillohen në Monaco, kampionatin europian që do zhvillohet në Birmingham dhe lojrat mesatare. Kemi marrë një atlet elitar, faktikisht është nga Elbasani, por linë rrit në Greqi, Marko Lomema, me rezultat 75 metra në hedhjen e Çekiçit, ku besoj ne si federat do përfaqësohena në mënyrën më dinjitoze të mundshme në arenën ndërkombëtare.